të themi disa përfitime që ka agjërimi. Autofagjia që quhet pastrimi qelizor. Pra duhet të dimë që nga 2016 që është, por është pastrimi proteinave të cilët janë dëmtuar në trupin ton, riciklimi i strukturave të vjetra, pastrimi i mbjetjeve metabolike. Është një pastrues nga më të mirët. E dyta është nga rregulluesit më të mirë të insulinës dhe rritjen e djegjes së yndyrës në trupin ton. Është nga ulësit më të mirë të inflamacionit, ul nivelin e citoklinave inflamatore dhe përmirëson nivelin e stresit oksidativ. Rrit prodhimin e antioksidantëve më tepër në momentin që ne marrim antioksidant, kur jemi agjërueshëm, kemi 4 deri në 6 fish përthithje, 2.5 fish përthithje të mineraleve, 9 fish, 10, 12 fish është vërtetuar që përthithim nivelin e vitaminave më tepër kur jemi agjërueshëm se sa ne jemi në ditë zakonshme. Pra përthithja është më e mirë. Dhe po ashtu dhe përthithja e ekurit. Është shumë thelpsore për problemet e sëmundjeve të artritit, sëmundjeve autoimune, problemet të sëmundjeve kardiovaskulare. Nga ana tjetër është shumë e mirë, pra është efektive për problemet e sëmundjeve mendore, që nga qartësia mendore, nga mjergulla mendore, nga rënja e kujtesës, problemi i Alzheimerit, depresionit e tjerë. Nga ana tjetër më zgjat jetën, sepse niveli i kufizimit kalorik, agjërimi ka treguar që jep një gjatësi më të madhe, sepse bën uljen e sëmundjeve degenerative, dëmton apo bën që riparimi i ADN-s të jetë më i mirë dhe problemi i qetësisë trupore metabolike të jetë më i mirë.